Padresia ka ardhur pikërisht nga tentativa për t'i marrë këto drejta normale që ka dhënë krijuesi asaj. Nuk ka ardhur as nga natyra e gruas, as nga që po themi nënçmimi që ajo bën vetes së saj. Nëse ne çdo kujt, jo vetëm gruas, timi sinqert, po me që po flasim për këto boshт, nuk do të bëjmë gjë tjetër për vetë thjesht do t'japim hakun atij që i takon siç e ka dhënë krijuesi. Ne do jemi pikërisht aty tek drejtësia hyjnore, ato që na kërkon Zoti. Zoti gruan thashë ka bërë origjinën e njerëzimit. Edhe ajetet kuranore që flasin o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që krijoi ju nga një mashkull dhe një femër dhe prej tyre nxori shumë burra dhe shumë gra. Ktu e kupton që kjo është realiteti më i madh i gjithë njerëzimit. Origjina jon është një burrë dhe një grua. Është Ademi dhe Havaja. Ato janë plotësues me njëri tjetrin. Ata janë shkaku i ekzistencës së gjithë brezave që vinë deri në ditën e fundit të kësaj jete. Dhe kjo është, nëse ti origjinën e diçkaje e lexon drejt dhe siç duhet, edhe vazhdimsinë përpasoj ke për ta lexuar drejt dhe siç duhet. Nëse ndalemi pak e këto dy personazhe shumë të rëndësishme për gjithë historinë njerëzore, sepse gjithë historia njerëzore në këndvështrimin e krijimit kthehen tek Ademi dhe tek Havaja, do gjejmë që Kurani famlart nuk bën atë që mund të lexohet nga disa libra të tjerë hyjnor, me origjinë hyjnore, sikur shkaktarja dhe fajtorja e mëkatit të parë ishte Havaja, pra ishte gruaja. Do gjejmë të kundërtën në shumicën e ajeteve kuranore, Zoti ju flet të dyve. Urdhrat janë për të dy dhe qortimi është për të dy. Dhe që të dy kërkojnë falje.